iknin nëpër shtëpiat e tyre, por donin të vazhdonin, po t'ju jepej mundësia deri në mëngjes, duke përtitur, duke broritur nëpër rrugët e qytetit, kundër qeverisë, kundër establishmentit, kundër oligarkisë. Kaosi nuk ka qenë kurrë më kreativ, inati dhe këmbgulja kur më e thellë, entuziazmi kur më i madh, duhet sigurosh një situatë fantastike ose e magjishme duke pas parasysh gjithë demoralizimin dhe pesimizmin që po na karakterizonte dhe po na mbys të gjithëve para kësaj proteste. Për 9 ditë gjithë kanë shpresuar që nga pushteti, që nga analistët e përnatshëm të pushtetit, edhe vetë nga opozita kanë shpresuar që kjo protestë njerëzit do të lodhen, do të zvoglohet nga dita në ditë, por ne po shohim që nga dita në ditë njerëzit vetëm saboshtohen. Dje mund të kenë qenë 40 ose 50.000 njerëz duke marshuar nëpër rrugët e Tiranës, aq sa arritën që ta rrethonin gjithë perimetrin e sheshit. Shohim pjesëmarrja, shumica dërmuese prej tyre janë trinj, ke familjarë që vinë me fëmijët e tyre, njerëz të gjitha kategorive, ekologjista, artistë, intelektual, njerëz që vinë të punëtor, fermer. Në kuptimin kjo është një nga ngjarjet më të forta edhe më të bukura mendoj në këto 30 vite demokraci, 35 vite pluralizëm. Dhe shpresoj që të vazhdoj, po kështu të mbetet një protestë qytetare edhe popullore me kërkesa të qarta, janë aty 4-5 pika, që nga anullimi i ligjit për zonat e mbrojtura, që nga anullimi i projektit në Zvërnec, anullimi i ligjit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe mbi të gjitha dorëheqja e qeverisë, sepse kjo qeveri nuk ka më legitimitet të vazhdoj. Dikush gjova kryeministrin Rama që thonë si mund të më kërkosh mua edhe dorëheqjen, kërkosh edhe anullimin e ligjit edhe të projektit. Sipas tij kjo ka një hierarki kërkesash, po unë mendoj se nëse kërkohet dorëheqjen e Ramës, bie edhe projekti, nëse kërkon rënien e projektit, automatikisht bie edhe Edi Rama. Pra është dialektike dhe nuk është në kundërshtim me njëra tjetrën. Në fakt, Klodi, ndërsa vetë kryeministri këmbgul se ky projekt sipas tij do të sjellë një epokë të re ekonomike, rezistenca qytetare sigurisht në terren mbetet e palëkundur pra në ditën e 9 të këtyre protestave. Dhe pyetja ime është nëse ky investim sipas kryeministrit është kaq i favorshëm për vetë Shqipërinë, pse qeveria ka dështuar t'i bindë qytetarët shqiptarë dhe pse ata besojnë se po humbin një pasuri të pazëvendësueshme sipas tij? Sepse projekti i Ramës, si gjithë projekti që ai ka ndërtuar këto 10 vitet e fundit, ka rezultuar të jetë një fiasko, ka rezultuar të jetë një falimentim. Rama ka 10 vite që thotë që përmes turizmit dhe përmes modelit të tij qeveritar do të sjellë pasuri, do të sjellë begati, ndërkohë që po shohim se vetëm sa është rrit pabarazia, janë rrit kostot e jetesës, është rrit përjashtimi i qytetarëve nga zonat në cilat ata deri para pak vitesh kanë pas akses dhe nuk kanë pas mundësi ose nuk kanë pas pse të paguajnë për to. Dhe njerëzit po e përjetojnë sikur përmes këtyre projekteve, përmes qeverisë Ramës po humbasin atë dheun e tyre. Mendoj se një nga arsyet pse njerëzit sot po dalin në rrugë është ky frustrimi nga pabarazia. Po jetojnë një qytet përplot me kulla. Edhe Rama thonë se kulla është simboli i zhvillimit, ndërkohë kemi gjysmën e popullatës, fëmijët e tyre që jetojnë akoma në kuzhinë dhe nëpër parafabrikate. Na thuhet se modeli i Edi Ramës është një model i zhvillimit ekonomik, por po shohim se si Shqipëria dhe Tirana mbi gjitha është kthyer në një lavatriçe të pastrimit parave të pista, ndërkohë shumica dorëmuese e njerëzve mezi mbijeton deri në fund muajit, ndërsa fëmijët e këtyre punëtorëve nuk kanë lek për me hangër i byrek tek shkolla. Na thonë kemi një qeveri edhe një shtet ku nga kryetari i bashkisë, tek deputeti, tek ministri, tek kryeministri mburren për mrekullitë natyrore. Nga maji deri në tetor e shohim shtetin kthehet një agjenci turistike që promovon bukuritë tona natyrore. Ndërkohë një qytetar shqiptar shkon mesatarisht vetëm 3 ditë në vit
3 ditë në vit në plazh. Ne jemi një popull i cili për shembull, me të marrë një statistikë tjetër, ka 8 herë më pak peshk se çdo popull tjetër që është afër detit. Pra po shohim se gjithë modeli turistik, qytetar, ekonomik i Edi Ramës i ka përjashtuar qytetarët edhe i ka bërë ndjen sikur vendi i tyre, jeta e tyre po i rrshket nga duar. Për në vizionin e Shqipërisë së Edi Ramës, për qytetarin vendas duhet sikur nuk ka vend as si shërbetor, as si skllav, sepse edhe shërbetorët po i importojnë nga fundi i dynjas, duke i fut në për garsoniere nga 20-30 veta, duke i keq shpagu, edhe nga gjithë ky model zhvillimor qytetari shqiptar, jo vetëm që nuk po fiton asgjë, nuk po fiton punësim, nuk po fiton rritje ekonomike, nuk po fiton rritje të konsumit, por po humbet edhe ato mrekulli natyrore, cilat deri dje i përkisnin atij. Pra nuk mund të shkojmë në plazh. Pse poezia e famshme Fanolit, pranë dedit i palar, pranë dijes i papar, në kuptimin qytetarët ndjenë sikur po e humbasin lidhjen me vendin e tyre. Pastaj ishte edhe dhuna që ndodhi në Zvërnec. Shteti ndeti, unë kam qenë vetë në Zvërnec atë ditë, edhe ishte gjëja më groteske që kam pa ndonjëherë në jetën time, është që policia e shtetit nuk lëvizte as gishin më të vogël për të reaguar përballë disa gangsterëve që nuk i njihte askush, të armatosur, që kishin ardhur nga Tirana, që morin pengë dhe rani qytetar. Pra sot jemi në pikën ku një oligark, edhe kjo është sipas gjitha teoricienëve, kjo është paradhoma drejt fashizmit, drejt diktaturave, ku oligarkët tashmë s'kanë më nevojë, njerëzit e pasur, për me pas nën kontroll policinë e shtetit, paguajnë të fortët e tyre, të cilët çdo ndajak nëse ti ngres zorin kundër projekteve ndërtimore të tyre. Dhe policia e shtetit thjesht po rrinte, kishte shefa, kishte civile, kishte skafandra, kishte policë zakonshëm, policë shqiponja, kishte 5 lloje policisë së shtetit aty që po bonin se herë, ndërkohë që i qytetar i zakonshëm që kërkonte pronën e tij, po shdobin tru në sytë e gjithë shqiptarëve. Modeli i Edi Ramës tashmë është një model i falimentuar. Është shumë interesante në 5 vitet e fundit me rritjen e turizmit ka ra bujësia. Me rritjen e turizmit ka rënë industria ushqimore. Shpërlarja e parave të pista po shkatron industrinë tekstile, po shkatron eksportet, rënja e eksporteve shkatron prodhimin, rënja e prodhimit shkatron punësimin. Për çdo tufë me para të pista që futet dhe shpërlahet në Shqipëri, një grua që punon në një fasoneri në Shkodër humbet vendin e punës, një bujk falimenton, një dyqanxhi i vogël ul çepenin. Pra modeli i turizmit edhe i Shqipërisë turistike i Edi Ramës është një model të pastrimit parave të pista dhe shkatërimit të një